Për shumë vite, godina e ndodhur në anë të rrugës kryesore të ish stacionit të zoteknikës në Kiras shërbeu si një qendër komunitare për familjen në varësi të Bashkisë së Shkodrës. Përveç se si e tillë, kjo u përdor edhe si mjedis kopshti për fëmijë, duke ofruar një hapësirë të vlefshme për banorët e zonës. Me ndërtimin e godinës së ish shkollës veterinare si qendër komunitare 3 vite më parë, të gjitha shërbimet që ofroheshin këtu u transferuan në objektin e ri, ndërsa kësaj qendre ju vu dryni dhe u la në mëshirë të fatit deri në ditët e sotme. Siç tregojnë edhe pamjet filmike nga terreni, objekti është rrethuar nga shkurre të dëndura dhe po avancon drejt degradimit. Me kalimin e kohës është bërë pothuajse i padukshëm, duke humbur çdo funksion publik dhe kthyer në një dëshmi moskujdesi nga pushteti vendor, kur kjo godinë që akoma vazhdon të mbajë tabelën me mbishkrimin dhe logon e Bashkisë së Shkodrës, mund të ishte ripërdorur për shërbime të tjera në interes të komunitetit të kësaj zone, por me përqendrimin e vëmendjes tek objekti i rindërtuar i ish shkollës veterinare, ky e fundit është lënë jashtë çdo projekti dhe e harruar, e kyçur mes shkurreve.